Zoti Kolemi, rruga që të çon nga Simzeneli nga këto Saraqinisti janë sipër, domethënë është e prishur në një pjesë ka tika sa gura ka kohë ky muhabet, tash është prishur ajo gjeneratora e lumit. Si be? Shikoj se është puna ose unë nuk është se më lash ty edhe mora atë, ke parasysh. Ne si fillim dërgojmë grupin në teren, ata e vërtetojnë me anën fotografike dhe me proces verbal normalisht se unë tash ç'të bëj. Po rregulluara po. Gjirokastra është e madhe, po është të rajohu si ta bëj, ç'të bëj, unë dy duar kam. Unë njeri jam dhe unë në fund të fundit, se unë një shpirt kam. Ke parasysh, po gjithsesi do ta bëj. Po bëhet sa kobre zoti Kolemi që është prishur ajo rrugë tash, ku do ta bëni apo? E po ja se atë po merrem unë tash, se s'kemi pasur fonde, po ke parasysh se tash ne bëjmë një plan projekt. Edhe plot projekt tash s'na ka vajtur rruga atë. Pastaj unë nga këtej vërdall në Gjirokastër s'ka parë gjëra, se ke parasysh, mua s'është se më ka rruga në Asim Zenele, ke parasysh këto. Po mirë pra, po ku do ta bëni apo me kismet nga 2030. Do ta bëjmë shumë shpejt, urgjentisht. Do marrim masa, do ngrem grupin, do ngrem një bord inspektimi, do ta inspektojmë, do ta bëjmë, do ta pa merak fare. Mos ta mos e besim. Po rruga është prishur. Maksimumi njëherë për njëherë të ulin shpejtësinë atje ku janë ato guret edhe mos se është kses ka të bjen se kështu. Do të thënë jeni në dieni për problemin. Si s'kam dëgjuar më, po nuk është se s'më ka rruga me sa të drejtën. Njësesi do t'i rregullojmë, t'i heqim ato guret, ta mbushim për poshtë, ja. Në rregull, faleminderit, ta pasim borxh.